Pas përfundimit të zgjedhjeve të 11 majit janë ndërprerjet e punimet në rrugën e Shirokës. Përgjatë kësaj rruge gjen vetëm tabela, por asnjë punëtor në terren, duke bërë që projekti i bashkisë për trotuarin dhe kursinë e biçikletave të mbetet pezull. Qytetarët që lëvizin me biçikleta në këtë rrugë të frekuentuar gjatë sezonit veror shprehen të shqetësuar, teksa detyrohen të rrezikojnë jetën duke ecur paralel në rrugën e automjeteve. Kanë marrë zgjedhjet. Derisa kanë marrë zgjedhjet, nuk ka më punë. A problem për qytetarët që lëvizin dash në rrugë? Jashtëzakonisht shumë problem. Na ka prish rrugën për atje deri atje. Shumë punë mirë kanë bë, por nuk kanë të kry. Nuk kanë të kry. Kujdesin e të gjithmonë, jo vetëm kur ka zgjedhje. A rrezik për ju se të mos lëvizin biçikleta? Shumë rrezik. Shumë rrezik. Jashtëzakonisht rrezik. Pse nuk kanë asnjë bën. Jena mësuar me lëviz, sidomos ta mësuar me lëviz që del Shirok, edhe del zogët i dikush shumë. Kanë fillu punimet, tash i muj, i kanë lënë për gjys, arsyeja nuk e di pse, po mos i kanë heqë edhe ndryshimin. Se këtu ka djemtëri, vajza treja si se Shiroka është vend turistik, punojnë punëtorë të shkrejt. Ka rasti dorë 11 natë, 12 natë, edhe këtë rrugë atër. Se kur do të me kry këta punime, zoti i bëft mirë. A problem për ju që lëvizin biçikleta? Po si sa problem, apo atje këtu më zonë makina gati tash. Se qëre, si e kanë lënë për gjys. Shesin me në po fillojnë punimet, zëtë më falë alas kanë fillu. I pajësirje, ta kapin shkodrën ndore, mas fillojnë aty e lojnë për gjysa, a gjena ashtu. Ka punëtore, ka njerëzve, qejnë e për rruga këto. Ke frikë me kalu me qytet, ma në mytën qejtë. Qa thojnë ata shoqata kanë kriju, plot qej ashtë, gjena e të mazër, po vjen turizmi, skandal. Ka dhe për atyre që shprehen se trotuari ishte mirë me parë se tani me ndërhyrje nga bashkia. S'ka nevojë shumë, flasish për këtë, kjo ishte më mirë se sa është bërë tani. Kjo ishte një investim para zgjedhjeve për të vjedhur ata që duhet vjedhur. Ndërkohë mungesa e ndrejqimit gjatë natës e vështirëson dhe më shumë kalimin këtë rrugë.